Me neve kemi nderin dhe kënaqësinë që këtë mëngjes të kemi të ftuar drejtoreshën e Shkollës së Muzikës dhe Baletit në Ulqin, Fatime Buzuku. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të jem në studion tuaj. Mirë se erdhët edhe një herë dhe faleminderit që pranuat ftesën të jeni sot me neve. Ne ju urojmë edhe një herë një vit të mbar, këtë vit të ri ta keni ashtu me suksese se që keni pasur edhe të kaluarin. Unë doja të ndalem pak këtu. Si ishte viti që lam pas për Shkollën e Muzikës dhe Baletit? Si do ta kompletonit ju në një përmbledhje si drejtoreshe kësaj shkolle? Po, të them, viti 2025 ishte një vit mjaft i suksesshëm. Unë jam shumë e kënaqur me arritjet e shkollës, me arritjet dhe sukseset e nxënësve. Kemi arritur të realizojmë mjaft aktivitete, koncerte, bashkëpunime, të shpërblejemi me mjaft çmime, të sjellim edhe disa gjëra të them të reja. Ndoshta për fillim do filloj me masterclasset që kemi realizuar. Këtë vit ndoshta në një numër më të madh. Këtë vit kemi realizuar 5 masterclasse me profesor të huaj, pedagog eminent, profesor që vazhdimisht janë në skena të ndryshme. Që këto e kam cekur edhe më përpara që gjithmonë këto lloj shkëmbimesh gjithmonë ndikojnë pozitivisht në kualitetin e mësimdhënies, në sukseset e nxënësve. Atëherë dua të përmend që kemi pasur prezent profesoreshën nga Akademia e Arteve në Tiranë, pianisten Merita Rexha të Shanën, me të cilën kemi realizuar një masterclass me pianistët, po ashtu profesoreshën Lirika Pula nga Akademia e Arteve në Prishtinë. Pastaj këtë vit shkollor, ndoshta se të them nga tetori, kemi pasur violinistin Marko Simovic, një violinist me një renome, një renome, i cili është edhe udhëheci artistik i Qendrës Muzikore në Podgoricë. Pastaj kemi pasur mysafire, mysafire dhe me thënë në koncert, po kemi bashkëpunuar njëkohësisht edhe me pianistin Vladan Aperovic nga Podgorica. Dhe në fund, masterclassi 5 ishte me flautisten Valbona Bushati nga Shkodra. Sa janë të rëndësishme këto masterclasse për shkollën tuaj e posaçërisht edhe për nxënësit? Kryesisht këto masterclasse bëhen për të mirën e nxënësve, që atyre t'i krijojmë një baza sa më të mira, që ato të kenë suksese sa më të mira. Nuk është gjithmonë, nuk është e njëjtë, ndoshta të njëjtën gjë ja thotë edhe profesori, por kur e dëgjojnë të njëjtën sugjerim nga dikush tjetër, gjithsesi ka një ndikim tjetër. Ka një ndikim tjetër, sikurse i ngulitet më shumë në mendje ajo se çfarë duhet të bëjnë. E ndjen ata, e përjetuan bukur këtë masterclass dhe këto emra me renome që kanë marrë pjesë në shkollën tuaj? Po, gjithmonë ka interesim. Për masterclasset gjithmonë ka interesim. Janë nxënësit që vetëm dëgjojnë në mënyrë pasive, vetë thjesht dëgjojnë masterclassin, pastaj ka edhe nxënës të cilët janë aktive dhe interpretojnë para profesorëve. Përveç masterclassit, ato gjithmonë këto profesorë e kemi kështu si zakon, e kemi bërë që ato të paraqiten një herë me një koncert para publikut, para profesorëve, para nxënësve, tregojnë atë punën e tyre, pastaj natyrisht vjen edhe ai bashkëpunimi i mësimdhënies. Cilat kanë qenë ndoshta ato sfida që keni pasur ju gjatë vitit që lam pas si shkollë? Po, të them ndoshta diçka konkret nuk do veçoja, sfida ka gjithmonë. Gjatë punës hasim gjithmonë me vështirësi, mirë po me një bashkëpunim të mirë me kolektivin e shkollës, me profesorët e shkollës, ato të kalohen mjaft mirë. Edhe me përkrahjen e prindërve natyrisht. Sa i rëndësishëm ndoshta është edhe bashkëpunimi me shkolla të tjera dhe me organizata të ndryshme që ju ndoshta edhe bëni, sa është kjo e rëndësishme për juve? Të them të drejtën, domethënë sukseset nuk arrihen vetëm, nuk mund të arrihen vetëm pa përkrahjen e shoqërisë, pa përkrahjen e institucioneve,
bashkëpunimin e prindërve, kolegëve, dhe më thënë, asgjë nuk arrihet vetëm. Më thënë që bashkëpunimi i mirë është çelësi i suksesit. Po sa i suksesshëm ishte ky vit për nxënësit e kësaj shkolle? Kanë pasur ndoshta edhe koncerte jashtë Ulqinit, kanë marrë pjesë në vende të tjera dhe sa kanë qenë frydhënëse këto bashkëpunime dhe këto udhëtime? Po, këtë vit kemi realizuar një koncert jashtë vendit, është koncerti në Shkodër, me shkollën e mesme artistike Prenk Jakova, dhe mund të them që ishte një koncert mjaft i suksesshëm. U paraqitë me të gjitha degat që kemi ne në shkollë, me solistë, me orkestrën e shkollës, pra një koncert 50 minutësh. Paraqitë e tjera jashtë vendit ishin paraqitë në festivale të ndryshme, që ne i përcjellim çdo vit. Edhe vitin e kaluar ishim në qytete të ndryshme të Malit të Zi, në Shqipëri, në Serbi, në Bosnë e Hercegovinë, ishim prezente edhe në gara online në Zagreb. Duhet të them që këto festivalet nuk mund t'i ndjekim gjithmonë live, sepse me të vërtet janë shpenzime të mëdha, që shkolla nuk mund t'i përfshi të gjitha, edhe për prindërit natyrisht disa kanë mundësi, disa nuk kanë, kështu që mundohemi që të jemi të përfaqësohemi edhe në këto festivalet, në këto garat online. Ndoshta nuk është e njëjtë sikurse interpretohet live. Mirë po edhe në ato festivalet online, aty gjithashtu shihet pura atyre, sepse aty paraqitet nxënësi vetë, performon, me thonë tregohet një punë, një kvalitet që ai ka arrit gjatë asaj kohe. Nëse mund të veçoni ndonjërin prej nxënësve që ka qenë ndoshta i vitit. Po, nuk kam qef. E dim se të gjithë janë të mirë dhe punojnë të gjithë, Nuk kam qef të veçoj, sepse kam frikë se do harrojnë dikë që me të vërtet duhet ta veçoj. Mirë po duhet të them që kemi pas rreth 40 nxënësa pjesëmarrës, dhe të them të drejtën që, domethënë nuk mund të them se vetëm ato që kanë marrë çmime, ose vetëm çmime të para janë ato më të mirët, sepse të gjitha kanë atë talentin e tyre. Momenti i performancës live është ndryshëm, varet shumë edhe nga momenti psikologjik, emocional i nxënësit në ato momente, domethënë gjithçka ndikon. Kështu që nëse nxënësi në një rast ka marrë një çmim të tretë ose një çmim të dytë, nuk do të thotë që nuk është i mirë sa ai që mori çmim të parë. Thjesht momenti. Përderisa vetë profesori ka vendosur ta dërgojë në këto festivale, do thotë që ai nxënës ka mundësi, ka kapacitet, ka potencial. Po cilin festival apo pjesëmarrje do ta vlerësonit si më të mirin ndoshta të këtij viti? Edhe aty është vështirë të bëj një ndarje, sepse një festival ndoshta ishte thjesht për disiplinën e violinave, thjesht vetëm për të pianistëve. Në një festival tjetër u përfshin të gjitha disiplinat. Mirë po dua të theksoj që kemi marrë 68 çmime, nga të cilat 34, pra 50% janë çmime të para. 21, nëse nuk gabon, janë çmime të dyta, 13 të treta, 8 lëvdata, kështu që është një rezultat shumë i mirë, që tregon që kemi me të vërtet talente, edhe që tregon se me të vërtet në shkollën e muzikës dhe baletën me të vërtet punohet. Unë duhet të ndalem tek ju. Ju vetë keni qenë nxënëse e kësaj shkolle të muzikës dhe baletit, aty keni formuar të gjitha këto njohurit, ndoshta bast tash për çfarë jeni ju, dhe arritet edhe të bëheni edhe drejtoresh, por nëse mund të na bëni një krahasim, se si ka qenë atëherë, sa kanë qenë nxënësit atëherë të interesuar për këtë shkollë të muzikës dhe tash sa janë? Si çdo gjë e re kur nis, fillon me një lloj si të them kështu si frike. Ne filluam shkollën para 31 vitesh, kur filloi shkolla, kur u themelua shkolla e muzikës, nisëm me dy paralele, ndoshta rreth 30 nxënës. Sot shkolla numëron mbi 300 nxënës. Ishte, domethënë,
Ne që u regjistruam e bënim me shumë dëshirë, kishim shumë dëshirë të kalonim kohë në shkollë, dhe unë shoh që edhe sot fëmijët me të njëjtin dëshirë, me të njëjtin vullnet vinë në atë shkollë. Ndodh rastësisht në korridoret i dëgjoj fëmijët që mezi kanë prit më ardhë në shkollë të muzikës, është diçka që mu më lumturon pa mas. Pa marrë parasysh mësimit, kualiteti që ato nxjerrin, ato çka ato mësojnë, është shumë e rëndësishme që të krijojmë një atmosferë, të krijojmë një ambient ku fëmijët me të vërtetë do ndjehen mirë. Do ndjehen mirë dhe gjithsesi ajo do ndikojë pozitivisht në jetën dhe në zhvillimin e tyre. Do të thotë interesimi është rritur edhe më tepër, sepse natyrisht që po, sepse kemi filluar me 2 klasa, kemi filluar me 3 instrumente, me piano, me gitarë, me fisharmonik, ndërsa tani kemi 8 dek së bashku edhe me shkollën e baletit. Natyrisht që gjërat janë avancuar, janë kushtet më të mira, sepse thash kemi pasur vetëm 2 klasa, nuk kemi pas sallë koncertesh, nuk kemi pas piano të mirë fields, siç e kemi tani. Kështu që kemi ecur përpara, mirë po gjithsesi gjithmonë ka kohë, që ka hapësirë që akoma t'i avancojmë edhe të përmirësojmë akoma gjërat. E vërtet. Edhe kushtet. Po më tregoni sa i rëndësishëm ka qenë këtij vit që lan pas edhe bashkëpunimi me prindër, sa kanë qenë ato ndoshta edhe një shtys për nxënësit, për fëmijët e tyre, për të arritur diçka më gjatë? Po, e kam thënë edhe më përpara që një fëmijë pa përkrahjen e prindit nuk mund të arrijë sukseset. Domethënë natyrisht është puna, talenti i fëmijës, puna e profesorit për kushtimin ndaj nxënësit, dhe përkrahja e prindrit. Pa përkrahjen e prindërve nuk mund të arrihet ai suksesi i plot. Tjetër diçka që do veçoja në këtë vit është që në këtë vit kemi festuar, në vitin 2025 kemi festuar 30 vjetorin. Kemi pasur 4 koncerte mjaft të suksesshme ku jemi munduar të përfshijmë të gjithë nxënësit, qoftë me interpretime në grup, me orkestër, me kore, ansamble, ose me instrumentet e tyre, si solist. E rëndësishme, ose e veçanta, është që kemi krijuar himnin e shkollës, shkolla jonë Shtëpia e Artit që titullohet, me tekst profesor doktor muzikologës Mikaela Minga dhe muzikën e profesorit të shkollës son, Islam Axhemit. Një himn që tani e me tutje do interpretohet në çdo ditë shkollës që ne do kemi. Për herë të parë ajo u interpretua nga nxënësit edhe nga profesorët e shkollës. Ndërsa gjëja tjetër e veçantë, aktiviteti i veçantë ishte edhe shfaqja e baletit. Ne kishim 5 vjetorin e themelimit të shkollës së baletit dhe për herë të parë në qytetin ton u shfaq një shfaqje baleti, ishte shfaqja Peter Pan me koreografi të profesorit Musa Hoxha dhe Bianca Prendic, një shfaqje që u mirëprit shumë mirë nga publiku dhe u realizua me mjaft sukses. Me tregoni cilat janë ato objektiva kryesore dhe projekte që synoni të keni në këtë vit të ri 2026 ju si shkollë e muzikës dhe baletit? Domethënë, ide dhe vullnet kemi mjaft, mirë po nga njëherë vetëm idetë dhe vullneti nuk mjaftojnë. Unë shpresoj që do kemi përkrahjen edhe mbështetjen e institucioneve që ne vazhdimisht i kemi dhe do arrijmë të realizojmë edhe disa gjëra tjera të reja dhe të bukura që nuk do i zbuloj tani. Mirë po gjithsesi ai synimi kryesor është të mbajmë cilësinë, kualitetin, sepse vetëm ashtu mund të arrijmë çdo sukses. Domethënë, primare është cilësia dhe kualiteti i mësimdhënies. Shumë e vërtet. Ne ju urojmë shumë suksese, ju falenderojmë edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit, ku së bashku e bëm një përmbledhje kështu të sukseseve të kësaj shkolle të muzikës dhe baletit me juve si drejtoresh, dhe faleminderit edhe njëherë dhe shpresojmë që ky vit të keni shumë suksese dhe të bashkëbisedojmë ato përsëri së bashku. Faleminderit. Faleminderit edhe njëherë.